Me njëherë pasaj marrëveshje ndoshta e pritshme, por reagoi me njëherë shteti Serbisë, më përkatësisht Ministria e Jashtme e Serbisë, e cila tha se do të flasë edhe me ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe Kroacisë për të kërkuar detaje më të hollësishme, gjithashtu e ka cilësuar si një provokim. A është ky një provokim, si e komentoni këtë reagim të Serbisë? Ja, s'ka fare të bëjmë asnjë provokim. Këto janë zhvillime normale dhe zhvillimet cilat sjellin pozitivitet dhe sjellin një frymë të re të bashkëpunimit dhe të relaksimit të marrëdhënieve, njëkohësisht të kontributit në sferën e mbrojtjes. Serbia gjithnjë është reaguese ndaj proceseve të cilat mund të sjellin pozitivitet ose mund të sjellin stabilitet vendit tonë, se ka qëndrim armiqësor dhe kjo e pengon. Normal që nuk i konvenon që ne të kemi një bashkëpunim të tillë, sidomos me shtetin kroate dhe shqiptar, kur dijej se me kroatët gjithashtu ishin në luftë në një kohë më herët, me shqiptarët normal, ne kanë pas luftë, ne jemi vëllezër me Shqipërinë dhe kjo nuk i shkon favor. Megjithatë, nuk do duhet të ishte kështu, po të ishte normal me një qëndrim edhe politik dhe strategjik, por Serbia ka një qëndrim dhe strategji të hegemonisë ndaj nesh dhe atë nuk e ka hjek fare. Nuk ka lëkund nga qëndrimet me të cilat gjithnjë rrezikon. Bazuar në këtë rrezik, edhe ne kërkojmë bashkëpunim me shtetet tjera, bashkëpunim me shtetet e paraafërta, me partnerët tonë ndërkombëtar kudo që janë.